Ekonomistët e Goldman Sachs rritën mundësinë e një recesioni dhe parashikuan që Rezerva Federale SBA-s mund të ulë normat e interesit më shpejt pas njoftimit të tarifave nga administrata Trump. Ekonomistët ulën parashikimin e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto për 3 mujorin e katërt në 3 mujorin e 2025 në 0.5% nga 1% dhe rritën probabilitetin e recesionit 12 mujor në 45% nga 35%. Kjo pason një shtrëngim të mprehtë të kushteve financiare, bojkotime të konsumatorëve të huaj dhe një rritje të vazhdueshme të pasigurisë së politikave që ka të ngjarë të ulë shpenzimet kapitale me më shumë se sa kishim supozuar më parë, thanë ata. Sipas analistëve, parashikimi bazë ende mbështetet në supozimin se norma efektive e tarifave amerikane do të rritet me 15 pikë përqindje në total, gjë që do të kërkonte një ulje të madhe të tarifave të planifikuara për të hyrë në fuqi më 9 prill. Nëse shumica e tarifave të 9 prillit hyjë në fuqi, thanë ata, atëherë norma e tarifave efektive do të rritet me rreth 20 pikë, kur ato rritje dhe tarifat të mundshme sektoriale të hyjnë në fuqi, madje duke lejuar disa marrëveshje specifike për vende të caktuara në një datë të mëvonshme. Nëse është kështu, ne presim të ndryshojmë parashikimin tonë në një recesion, thanë ata. Në bazën aktuale që nuk parashikon recesion, ekonomistët e Goldman thanë se presin që Fed të krijojë një paketë prej 3 shkurtimesh të njëpasnjëshme me 25 pikë bazë, duke filluar nga qershori e jo nga korriku, për të ulur normën e fondeve në 3.5 deri në 3.75%. Në një skenar recesioni në vend të kësaj, ne do të prisnim që Fed të ulë me rreth 200 pikë bazë gjatë vitit të ardhshëm, thanë ata. Parashikimi i i ponderuar sipas probabilitetit të Fed tani nënkupton 130 pikë përqindje të uljes së normës këtë vit e 105 që pritej më parë, duke reflektuar rritjen e probabilitetit tonë për recesion, shprehen ekonomistët.